على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Otiç agjeron dhe ti oj motër agjeruese. Ramazani është muaji i Allahut Dhul Gjelal. Çdo punë që bëjmë ne jashtë Ramazanit është e jonë. Thot Allahu Dhul Gjelal në këtë hadith qudsi për të treguar shan wa azamat hadha ash-shahr, madhështinë dhe vendin e lartë që ka Allah, që ka tek Allah ky muaj. Illa som, përveç sa agjerimi është i Allahut. Ana arziu bih, unë thot Allahu do ta shpërbej këtë muaj të mëdhenshëm. Prandaj, o ti që agjeron dhe o ti motër agjeruese, dije se çdo punë të cilën e bën në këtë muaj e ke bën dhe ja lën dorë Allahut Azza wa Jall, se sa do ta shpërbej ai, vetëm Allahu din. O ti që agjeron dhe ti oj motër agjeruese, dije se pasha Allahu Azza wa Jall, Allahu në këtë muaj i ka vendosur disa kufi që neve nuk na lejohet që t'i kalojmë ata. Falen yed'a qawla zurin wa amalun bih. Ai cili nuk i lën fjalët e këqija, ai cili nuk i lën llafët e kota, ai cili merret me muhabetin e Ramazan dhe nuk ja jep kadrin vendin që i ka kon ti muaj. Felesi lillahi hajatun, Allah nuk ka nevojë që ky njeri ta lejë ushqimin e tij dhe pirjen e tij, sepse o vëllezër, nëse merremi me gibet, nëse merremi me gibet, në muajin e mëdhenshëm të Ramazanit, neve kemi qenë iftar para kohe me mishin e vëllezërve të tanë, të cilët i marrin në përgojë, apo me mishin e motrave tona të cilat neve i marrim ato në përgojë. O vëllezër të nderuar, o xhamat të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha, nëna e besimtarëve, Aisha radhiyallahu anha, kur vjen te Ramazani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të shohej, kthehej ka adhurime dhe ka ibadeti. Dhe çfarë adhurime dhe ibadeti bëhen fjalën këtë muaj për pejgamberin alayhis salam, kur nëna e besimtarëve sërish e ka pyetur dhe i ka thënë jashtë Ramazanit: Ja Rasulullah, po të shoh që të enden këmbët e tua, po të shoh që të enden këmbët e tua, duke u falë namaz natë, a nuk ti ka falë Allahu gjunahet? Dhe ne dim se profetëve Allahu ja u falë gjunahet. Dhe i drejtohet Aishës dhe i thotë: Oj Aisha, unë e di që i ka falë Allahu gjunahet, por a nuk bën të jem falënderues për mirësitë që Allahu mua mi ka dhënë. Prandaj, o vëllezër të nderuar, o xhamat i nderuar, dhe ju o motra të nderuara, këtë muaj të begatshëm, këtë muaj të mbushur plot me falë dhe me mirësi, mos e qeni dëm, mos e qeni kot, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka tjetërsuar në të, dhe thot Aisha radhiyallahu anha, kur vinte 10 ditë i fundit, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lidhte dyshekun e tij dhe e paloste jastrekun e tij, rrobat e tija të gjumit i vendoste në gosht në mënyrë që të kthehej ibadetit Allahut, ashtu sikur se i ka hyrë ky muaj. O xhamat i nderuar, o motra të nderuara, largojuni prej punëve të cilat ja dëmtojnë Ramazanin e juaj. Mos harroni Kur'anin këtë muaj, mos harroni sadakan këtë muaj, mos harroni që ky muaj është mbushur plot me mirësi dhe begati. Merrni prej këtij muaji sa të mundeni ju, familjet e juaja, fëmijët e juaj, se vallahi ndoshta vitin tjetër Zoti nuk do të na bëjë marrë që ta gjërojmë. Dhe vallahi billahi, thumë të Allahi, pasha Zotin e mëdhenshëm, pasha Zotin e gjithësisë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
o vlezër kam në hadith, që dy vlezër, dy shokë, kishin luftuar bashkë, kishin bajnë ibadet bashkë dhe ishin të pandarë. Dhe ditën e gjykimit kur të dalin para Allahut, njëri prej tyre do të jetë në grada më të larta se sa tjetri. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a nuk agjeroi një Ramazan më tepër se sa shoku i tij? Pra është shpërblyer si rezultat i Ramazanit më tepër se sa shoku i tij që ka agjeruar. Prandaj mundohuni që prej këtij Ramazanit të merrni atë që është më e mira për ju, për dinin e juaj, për dinin e familjarëve juaj, për fenë juaj, për fenë e familjarëve tuaj. Në këtë Ramazan mos harroni se çdo punë është Allahut azza wa jall dhe nuk është e jotja. Çdo punë është krijuesit dhe nuk është e jotja. Elus Allahun dhul Jalal me emrat e tij bukur, me cilësitë e tij, me cilësitë e tij të mira, që të na lehtësoj agjerimin e këtij muaji dhe Allahu subhanahu wa taala na japë shpërblimin e këtij muaji. E duam prej Teje, ja Rabbi, ashtu sikur se na ke premtuar, ja Rabbi na jep